Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj kryeministrit Albin Kurti në një intervistë për RTV Dukagjini, duke e quajtur atë flokç dhe duke bërë deklarata për jetën e tij private gjatë luftës në Kosovë. Sipas Haradinajt, në kohën kur shqiptarët luftonin dhe vriteshin për lirinë e Kosovës, kryeministri Kurti ka qenë në marrëdhënie dashurie me një serbe të Prishtinës. Flokçi, Albini, edhe kur kanë luftuar e janë vrarë plot shqiptar, ka qenë dhëndër i ministrit të brendshëm të Serbisë. Ka qenë në marrëdhënie dashurie me një serbe të Prishtinës, ka deklaruar Haradinaj. Këto deklarata të kreut të AAK-s janë bërë në një kohë kur marrëdhëniet mes tij dhe Kurtit janë të tensionuara, veçanërisht pas mospajtimeve për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri dhe qasjes ndaj dialogut me Serbinë. Haradinaj ka vijuar tutje, duke e cilësuar Kurtin si një person që nuk ka qenë i përkushtuar ndaj çështjes kombëtare gjatë luftës. Nga ana tjetër, këto akuza të Haradinajt nuk janë konfirmuar nga asnjë burim i pavarur dhe nuk ka prova të publikuara që mbështesin pretendimet e tij. Zyra e kryeministrit Albin Kurti nuk ka dhënë ende një përgjigje zyrtare lidhur me këto deklarata. Kjo nuk është hera e parë që Haradinaj kritikon Kurtin për mungesën e tij në luftën çlirimtare të Kosovës. Ai e ka cilësuar shpesh Kurtin si një intelektual që luftoi nga jashtë, ndërsa ai dhe bashkëluftëtarët e tij ishin në front. Deklaratat e Haradinajt kanë shkaktuar reagime të shumta në opinionin publik kosovar. Disa e kanë cilësuar këtë sulm si të papranueshëm dhe si një tentativë për të devijuar vëmendjen nga dështimet e opozitës për të arritur një marrëveshje për presidentin. Të tjerë e kanë parë si pjesë të retorikës ashpër politike që karakterizon skenën politike kosovare. Këto zhvillime vinë në një kohë kur vendi po përballet me një blokadë të rëndë politike për zgjedhjen e presidentit të ri, me afatin kushtetues që po skadon dhe rreziku i zgjedhjeve të reja që po rritet ditë a ditës.